Tani do t'ju tregoj një histori tepër të çuditshme. Ka ndodhur në Rumani. E kisha lexuar para disa viteve, por ma kujtoi një miku ynë nga Rumania. Dhe dua t'ja u përcjell juve. Le ta marrim me pinca këtë histori edhe pse dikush mendon që nuk është e vërtetë. Disa të tjerë thonë që është e vërtetë dhe ka fakte. Megjithatë, ndiqeni me vëmendje deri në fund, pastaj jepni mendimin tuaj. Kush është rastësisht do t'i lutesh aty bëj like faqes si shihemi sërish dhe ju falenderoj që jemi për bashk. Pres komentet tuaja. Ishte viti 1971. Një burr, rreth 6 vjetat, kishte shkuar që të bënte një denoncim në polici. Ai thoshte që veshi i tij nuk dëgjonte mirë sepse në shtëpinë e tij, shpeshherë mbi shtëpinë e tij kalonin disa avion, thoshte ai, të çuditshëm pa zë. Kështu thoshte zotria. Po flasim vitin 1971. Dhe veshët e tij jo vetëm gumzhinin, por në disa raste i kumbonin kaq fort sa që ai kishte dhimbje të forta. Dhe çudia ishte që ai pas disa muajve bëri një tjetër denoncim, por kësaj radhe e bëri së bashku me gruan e tij, sepse gruaja e tij thoshte që pa një nga këta avionët pa zë, pra formë avioni pa zë, në mbrëmje, përpara se të futej dielli, pra mes ditës dhe natës, në një moment mbrëmjeje, pa që nga toka morën disa kafsh. Pra i morën me këtë që ajo nuk e shpjegonte, por nuk dinte ta shpjegonte mirë. Që në sintezë, po ja u them juve, ata e kishin tërhequr me një energji, sepse ajo thoshte që nuk pa asnjë rrjet që ta merrnin për shembull një lop apo një dele. Dhe çudia ishte që policia as që nuk e vuri ujë në zjarr, bile policia edhe qeshte me këta. Mirë po, pas disa muajsh, edhe fshatar të tjerë të kësaj zone, nuk më kujtohet tani, nuk më kujtohet emri, do ja u lë këtu emrin, me koment, nuk më kujtohet emri i fshatit, por ishte diçka veki, diçka e tillë, okay? Dhe çudia ishte që në këtë fshat të vogël jetonin rreth 50 njerëz. Pra shumë fshat i vogël. Kishte disa shtëpi këtu e aty. Dhe çudia ishte që me kalimin e kohës edhe fshatar të tjerë thoshin që kishin hasur në disa anomali të çuditshme. Bile me kalimin e ditëve, disa njerëz u zhdukën. Po flasim 2-3. U zhduk një vajzë, pra një 16 vjeçare, mos gaboj, dhe pasi u zhduk kjo vajzë 16 vjeçare që u bë nami me polici e ku ta di unë, por pas asaj u zhduk edhe një burr, që ishte rreth 32 vjeç. Dhe me kalimin e kohës edhe një i moshuar humbi. Dhe çudia ishte që duke qenë një vend i vogël dhe nuk kishte ku të shkonin, pra distanca me fshatrat e tjerë ishte pak e largët, dhe nëse do shkonin vetëm me ato pak makina që gjendeshin në fshat. Dhe ju kujtoj që në atë kohë, mos gaboj, ishte akoma si në Shqipëri. Dhe kështu që kishte pak probleme edhe për të lëvizur, me fjalë këto mjetet e lëvizjeve ishin shumë të rralla. Nuk është si sot që kishte çdo lloj gjë që ti mund të lëvizje me makina, të kishe edhe makinën tënde. Dhe kështu që ishte distant fshati me fshatin, kështu që dikush do ta shikonte rrugës dikë që do lëvizte. Zakonisht atëherë lëvizin në këmbë. Dhe për çudi nuk e pan në asnjë vend, asnjëri nga këta, sepse u përqendruan te ky zotria i moshuar, pra i treti që humbi. Pse u përqendruan te ky? Sepse zotria ishte, si quhet, ai kryetari i fshatit, si tip kryetari. Me fjalë, ai që çdo kush vendoste që të fliste me të dhe kur bëheshin mbledhjet ishte ky. Dhe çudia ishte që ai nuk la asnjë letër, nuk la asnjë gjë, nuk i tha askujt asnjë gjë, as gruas së tij, as fëmijëve, askujt. Dhe për të gjithë ata që e njihnin, ky ishte
tepër i lidhur me fëmijët e tij, shumë i lidhur me fëmijët. Dhe çudia është që ai, duke mos lënë asnjë letër dhe asnjë gjë të shkruar, të gjithë menduan që e kishin vrarë, sepse s'kishte zgjidhje tjetër. Në fakt e kërkuan gjithandej, vurën edhe qend, ta di unë, dhe askush nuk e gjeti më. Mirë po, gjatë ditëve pastaj të fundit të vitit gjithmonë 1971, filluan që të dëgjonin zhurma të çuditshme në qiell, njerëzit, po kryesisht natën. Pra duke filluar nga muzgu deri natën. Dhe shpesh nuk dilnin fare nga shtëpia. Por një mbrëmje, pikërisht pra gjithmonë në vitin 1971, që tashmë kush kishte ikur, sepse disa kishin ikur, disa ishin zhdukur, si thash, disa nuk gjendeshin aty për momentin, dhe ishin 41, mos gaboj, 41 banor. Dhe të 41 banorët u zhdukën pa lënë asnjë gjurmë. Që të gjithë. Pra një mbrëmje u zhdukën që të gjithë. Çudia ishte që kur shkuan ditën tjetër në mëngjes, që njerëzit, jo njerëzit, po ata që çonin këto ushqimet, që në për dyqane apo që bënin tregti, kur shkuan nuk gjetën askënd. Dhe ishte çudi, sepse gjithë shtëpit ishin hapur. Me fjalë hapur. Kush ishte hapur, kush ishte mbyllur, sepse kishte ndodhur, fakti kishte ndodhur ose në muzg ose gjatë natës. Disa shtëpi kishin ende dritat ndezur. Disa nga këto shtëpi kishin këto tavolinat të përgatitura për të ngrënë darkën. Disa nga këto shtëpi kishin edhe disa pajisje të shtëpisë që ishin kush ishte ndezur, nuk e di, përveç dritave apo gjëra të tjera. Dhe ajo që njerëzit mbetën pa fjalë, që në këtë fshat, mu në hyrje të fshatit, po thoni një cep të fshatit, ishin ngulur 6 hekura. Me fjalë 6 hekura me disa incizime, si mund të quhen, ose disa printime, ose disa skalitje në këta hekura, shumë të çuditshme. Dhe si për hekurave, pra të 6 hekurave, syri. E keni parasysh syrin e Horusit, një gjë e tillë. Dhe thashë, le ta marrim këtë si një fantazi, por dëgjoni me vëmendje deri në fund. Dhe tani, sipas të dhënave të policisë, fshatarët, sipas të dhënave të policisë, fshatarët mund të kenë ikur vetë natën, sepse gjatë vitit ata kishin hasur në anomali të ndryshme dhe kanë ikur tek kushërinjt apo ku ta di unë, tek miqtë e tyre, duke lënë pas shtëpit me të gjitha çfarë kishin. Por nuk mbaron këtu, sepse fill pas atij episodi, që ditën tjetër ky fshat u rrethua i gjithë dhe u bë një zonë militare, pra një zonë ushtarake. E rrethua dhe një zonë e ndaluar për të shkuar atje. Tregohet, dikush tregon që ende sot ato shtëpi janë të paprekura. Bile thuhet që edhe këta hekura gjenden ende aty. I kërkova, nuk i gjeta. Unë i kërkova me Google Earth, po nuk i gjeta. I thash dhe këtij shokut, ai s'mban mend me fjalë si quhen, sepse kanë një emër se si quhen, shokut që e njoh këtë rumuni, por të gjithë tregojnë që ka ndodhur me të vërtetë. Të gjithë, nëse flisim me një rumun, thotë që ka ndodhur një fakt i çuditshëm në një fshat që tani s'po më kujtohet, por do e shikojmë nëse e gjej këtu, dhe një fshat që sinqerisht unë nuk e mbaj mend, prandaj po them, po hap kompjuterin, se se mbaj mend. Dhe doja t'ju thoshe që një fenomen i tillë ka ndodhur edhe në vende të tjera. Bërëm para disa ditësh edhe atë videon për atë fshatin e zhdukur në Brazil. Pra një fshat i tërë i zhdukur në Brazil që askush nuk di t'jap një shpjegim, ende sot. Dhe kështu që ja një sekond t'ju tregoj, sepse dua që t'ja u tregoj kështu, si se kam këtu, me njerë, se si quhet fshati, sepse e kam të shkruar
E kam të shkruar që ma tha ky shoku, kujdese, ri kështu se mos bën reflekton drita. E drita e... Kini pak durim, doja u them tani, një sekond, që ta kërkoni dhe ju vetë. E bëra si një moment live tani këtë. Ku e shkruajta mu, ku e shkruajta? Ja një sekond, duhet kem arritur. Së shpejti do flasim edhe për një argument tepër delikat. Czernaweki. Me një fjalë Czernaweki. Kështu quhet quhej. Bile quhet ende sot, pak të kështu thuhet. Czernaweki. Czernaweki është ky fshati, që thuhet një fshat i vogël në Rumani, që tregohet që ka patur këtë anomali. Dikush thotë që mund të ketë një trysni me entitetet të tjera, të formave të tjera jete. Dikush thotë që njerëzit e braktisën atë vend, po Czernaweki, unë mendoj që diçka e çuditshme mund të ketë ndodhur, sepse siç ju thash, edhe në vende të tjera ka ndodhur. Megjithatë, nëse do t'ju lutesha, nëse mundeni, të më tregoni nëse ka ndodhur në një fakt misterios në disa zona të Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë apo Malë të Zi, që mund ta trajtojmë që dua të investigoj dhe ta trajtojmë në këto takimet tona. Të vetmin argument që nuk e kam trajtuar akoma është ajo shtëpia në Kosovë që e kanë abandonuar, e kanë lënë sepse është një shtëpi në Kosovë, nuk e di apo jo, që thuhet që ka shpirtra të këqinj sepse dikush bie me gur mbi shtëpi. Me fjalë, ose të paktën kështu duket njerëzve, nuk dihet se si, por gjatë natës dikush bie me gur në shtëpi. Dhe një që ka jetuar në këtë shtëpi më ka shkruar dhe duket që është njeri shumë serioz dhe tha që kur ka qenë në atë shtëpi, ai ndejti jashtë dhe vuri dhe telekamera dhe nuk pa askënd. E ndonë se nuk pa askënd, mbi shtëpi binin gur. Megjithatë nuk e di, por nuk investigova dhe nuk e kemi thënë këtë, por sa afërmi do investigoj më shumë dhe do t'i them. Kështu që pres komentet tuaja. Hajde, natën e mirë.